Dhe kur betohej i dërguar i Zotit në Allahun subhanahu wa taala, betohej për të treguar rëndësinë e gjës. Pra nuk e kishte në traditën e tij, siç mund ta kemi shumë prej nesh, Zot na ruaj, që për një gjë sa më e vogël qoftë ajo, për të treguar vendosmërinë tonë aty ose për të ushtruar të autoritetin e veprimit që ne dëshirojmë, betohemi më njëherë. Madje për tyre edhe kur ulen në një kafene, vallahi do t'i paguaj unë, ose për Zotin do t'i paguaj unë. Duke që Allahu subhanahu wa taala nuk përmendet emri i Allahut për veprime kaq të vogla, ndërkohë profeti alayhis salam e përmende ose betohej në Allahun për gjëra madhështore që tregonin domethënë madhështinë dhe rëndësinë e gjës. Dhe profeti alayhis salam pra tha vallahi sikur Musai të ishte gjallë, nuk do të kish rrugë tjetër vetëm se të më pasonte mua. Në çfarë aspekt nuk do të kishte rrugë tjetër vetëm se të më pasonte mua? Kjo në prizmin domethënë që un jam vula e profetëve dhe Kurani me të cilin un kam ardhur ka përfshirë shpalljet para Kuranit famlar dhe ka shtuar në të çfarë do t'i nevojitet muslimanëve dhe njerëzve deri në ditën e fundit.